Si është thjesht në krah të Taulantit? Taulanti është një bashkëshort që e vë bashkëshorën e tij përpara mbi të gjitha. Domethënë, ai është njëri që të shtyn të realizosh potencialin tënd. Dhe të kesh njëri të tillë në krah, do thotë të jesh vetvetja gjithmonë dhe të arrish atë që do. Dhe kjo është për mua vlera më e madhe që ai ka si bashkëshort. Dhe ndihem çfarë të them, unë nuk e shoh si ish prefekt, ish deputet, shorti që do bënte gjithçka që unë të isha e lumtur. Ja ka arritur sigurisht që ditën e parë. Ju u celebruat këtu në Tiranë, apo jo? Po. Dhe më pas shkuat për të jetuar në Kanada, ku keni dhe portalin Flas Shqip? Taulanti në fillim e kishte krijuar si gazet Flas Shqip. Kur u lidhëm së bashku, ishte ideja e tij fillimisht që të hapnin portalin duke dashur që të publikoheshin aty shkrimet e mia. Pra e hapi portalin në funksion fillimisht le të themi që ti të kesh një portal tëndin, që të publikohen shkrimet e tua. Kjo është shumë e bukur.